Dije që lexuesit çdo ditë në rrjetet sociale bin prej e lajmeve të rreme. Kjo sfidë shkon edhe për gazetarët e mediat. E së fundi Demokraci Plus ka realizuar një projekt për edukimin medial. Qysh mundemi me identifiku lajmet e rreme duke mbajtur sesione në shkolla e universitete, po ashtu është zhvilluar edhe një lojë online se sa lexuesit arrin me bo identifikimin se cili është lajm i rrem e cili jo. Për me folë për këtë këto detaje, në studio e kam tëftuar Emira Brashi, menaxheri i këtij projekti. Mirëmëngjes, Emir. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Të flasim pak për idenë e projektit që e keni realizu, që shirë dhe mas pari si ide. Po në fakt, tema e lajmeve të rreme, dezinformatave, keqinformatave është botë tema aktuale në gjithë botën pas vitit 2016, kur u zhvilluan zgjedhjet presidenciale në Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe prej atëherë i gjithë globi ka filluar më marrën në një formë ose në një tjetër me lajme të rreme, siç njihen në popull, apo në termin shkencor dezinformata dhe keqinformata. Edhe në këtë kuadër edhe Demokraci Plus ka filluar më marrë me këtë temë duke e kriju platformën e edukimit medial, qysh në vitin 2020. Edhe aktivisht jemi marrë me këtë çështje, kemi organizu disa bootcamps ose kampe rinore me 3 dhe i kemi targetu mbi 1.3 në gjithë territorin e Kosovës, për më tregu çka janë dezinformata, çka janë keqinformata, çka është dallimi mes tyre, çka e bën një lajm të rrem, pse shkepen lajme të rreme, cilat janë format më të shpeshta të lajmeve të rreme e tjerë. Edhe në këtë vazhd e kemi edhe projektin e fundit, i cili financohet prej Bashkimit Evropian dhe implementohet nga rrjeti ballkanik i kontrolluesve të fakteve SICHAK Network. Dhe në këtë projekt po ashtu e kemi bënë një përditësim të platformës duke shtu një lojë që përmende. Loja është shumë e thjeshtë, i ka 12 tituj, bëhet në një kontekst fiktiv, do të thonë është një shtet që s'ekziston, ne kemi titullu Veritonia, po titujt janë sene që i shohim baza ditore në rrjetet sociale. Edhe në bazë të senzacionit që përdoret në titull, në bazë të hiperbolave, egzagerimeve që përdoret në titull, në tituj në përgjithësi, lojtarët duhet të qëllojnë nëse lajmi është i vërtet, gjysmë i vërtet apo i pavërtet. Edhe kjo do të thotë ka rezultu të jetë interaktive, të jetë interesante. Megjithatë, rezultatet nuk janë aq të larta sa që do të dëshironim. Për shkak se shumica e lojtarëve arrin diku te 50-60% i përgjigjeve të sakta. Do thotë ne me anë të projektit po synojmë që mi vetëdijsojmë edhe t'i trajnojmë veçanërisht të rinj qysh me i identifiku lajmet të rreme, çka me bo, cilat janë hapat me ndjek për me e mbyll ciklin e përhapjes lajmeve të rreme. Po mund të na përmend një shembull të kësaj loje se çka kanë mujt me identifiku si lajm të rreme dhe si... Po, një shembull i lojës mund të jetë për shembull qeveria e Veritonisë është shtetit që përdoret aty, ka për shembull është një filan përqindje, për shkak se pyetjet vazhdimisht ndrohen, nuk janë të njëjtat, ka rritje kaq përqind ekonomike. Edhe më thonë, kjo nuk është një titull senzacional, rrjedhimisht gjasa që t'jetë titulli i vërtet janë të mëdha. E çka kemi dashur me arrit na me këtë lojë është që duke i vetëdijsu qytetarët që t'i identifikojnë titujt cilët janë të egzageruar, e përdorin hiperbol, mos t'i klikojnë ato kur i shohin në rrjetet sociale. Në këtë formë prodhuesit e lajmeve të rreme nuk e arrin qëllimin që është clickbaits, klikime sa më shumë, e rrjedhimisht edhe përfitime ekonomike ose politike.
Kjo është qëllimi i lojës. Ndërsa e tha që nuk ka qenë për shkak lojës shumë rezultate dhe i knatshëm, po keni bërë ndonjë analizë dhe çu shndron Kosova me lajmet e rreme? Po, organizata ku unë punoj për dytën herë ka përfundu, tash jemi në proces për me bë streti indeksin e cënueshmërisë ndaj dezinformatave, edhe i kemi 5 indikator në indeks, në bazë të cilave ne bëjmë analizën. Përpas 5 indikatorëve janë edhe, do të thonë, metodologjia përfshin intervista me ekspertë, fokus grupe, do të thonë, sondazhe e tjerë. Dhe nga kjo në rezulton që Kosova i merë 57 pikë. Do të thonë, nishi është mirë, 100 është keq, Kosova është mbi mesatare, do të thotë është vend i cënueshëm ndaj dezinformatave, e rrjedhimisht edhe ka lind nevoja që të investojmë më shumë në aspektin e edukimit medial e ti trajnojmë trit në përgjithësi. Arsyeja pse Kosova del ndoshta më keq është për shkak se ne kemi shumë më shumë rini se sa vendet e tjera. Rrjedhimisht secili prej neve jemi, ose shumica prej neve, jemi të kyqur në rrjetet sociale, por edhe Kosova në përgjithësi rankohet si një nga vendet me penetrimin më të lartë të internetit në kontinentin evropian. Rrjedhimisht kjo e bën që gati secila shtëpi në Kosovë të ketë internet, këtë qasë në rrjetet sociale, e kjo edhe më pas e bën Kosovën ndoshta më të cënueshme se sa vendet e tjera. Përderisa vendet e kontinentit evropian kanë popullat ndoshta më të shtyrë në moshë, cilët burimin kryesor të informatave kanë ose televizionin ose gazetat, e që ne s'kemi më gazeta. Ndoshta kjo dhe i bën ata më pak të cënueshëm ndaj dezinformatave, për shkak se televizionet dhe gazetat e ndjekin megjithatë një farë rregulli strikt të gazetarisë për kontrollim të fakteve, do thotë ka një redaksi, do të thonë janë disa etapa në cilat kalon lajmi para se të publikohet. Ndërkaq në portale edhe marr parasysh zhvillimet e teknologjisë, tash secili mund ta krijojmë një portal. Shansat për t'i kontrollu gjitha lajmet të cilat plason janë të vogla, e rrjedhimisht edhe gjasat që të bijnë prej lajmeve të rreme janë të mëdha. Edhe për këtë arsye po mundohemi që të paktën ta ngrisim vedijen se cilat janë rreziqet që vijnë prej lajmeve të rreme për demokracinë në përgjithësi, dhe në anën tjetër si ta përmbyllim jetën e këtyre lajmeve të rreme. Normal është utopike themi se do t'i ndalim lajmet të rreme, për shkak se është e pamundur, edhe s'ka një mekanizëm që mundet me bë jo në Kosovë, po në nivel global, po megjithatë të paktën ti vëdësojmë qytetarët qysh mos të bijnë prej tyre. Po e merr ndodh që mos informimi i qytetarëve shpikrisht kjo që po kanë qasje në për lajmet e rreme, edhe po kanë ndoshta hapësirë më shumë. Po, në realitet, neve në mungon ndoshta edhe çka është e rëndësishme të potencohet është që ne kemi nisë një projekt të tillë edhe kemi nisë platformën me këtë qëllim, por kjo platformë do duhet të ishte pjesë e kurrikulave shkollore. Ndoshta Ministria e Arsimit duhet të mendoj që ta fusë edukimin medial si lëndë në shkolla edhe edukimin teknologjik. E këtu lidhemi te mos informimi. Do të thonë, shumica e qytetarëve ne kur flasim me nxënës të shkollave të mesme, të universiteteve, se çka janë lajmet e rreme, e kanë një ide se çka janë lajmet e rreme. Po kur futemi më thellë në diskutim, atëherë kuptojmë që nuk po ajo njohuria fillestare dhe realiteti i lajmeve të rreme nuk po përputhen. Prandaj në këtë aspekt mendoj se do të ishte e udhës që ne të fokusohemi më shumë në informim. Edhe për këtë arsye po e bëjmë një gjë të tillë, por këtu nuk mundet një organizatë jo qeveritare ta bëjë vetëm këtë gjë. Këtu duhet futen edhe institucionet shtetërore si Ministria e Arsimit, e cilat normalisht do duhet që të synonte në aspekt afatgjat, duke i edukuar të rinjt për keq informimin dhe dezinformimin. Nga
trajnimet cilat i kemi marrë në shkollat e mesme, kemi kuptuar që në kuadër të lëndës edukatës qytetare e mësojnë se çka janë lajmet të rreme, por ato janë një uri aq bazike sa e bëjnë të pamundur që një njeri i cili i frekuenton rrjetet sociale të arritë identifikoj lajmet të rreme. Kjo do duhet të ishte një lëndë në vete, do të thonë që mësohet vazhdimisht përgjatë vitit shkollor, e jo një temë në kuadër një lëndë tjetër e cila ndoshta preket një orë ose dy gjatë gjithë vitit. Po e shohim edhe një video të cilën e keni marrë një trajnim, një sesion në shtetin e Drenasit, në një prej shkollave në Drenas? Kjo ka qenë në fakt me nxënës të shkollave të mesme, por ka qenë e mbajtur në njërë nga organizatat partnera aty. Dhe kjo është vetëm një nga trajnimet cilat i kemi mbajt. Kanë qenë gjithsej 15 në gjithë Kosovën në kuadër të këtij projekti po flas, për shkak se me projekte të tjera kemi targetuar edhe 3 tjerë, dhe në anën tjetër përpas 15 trajnimeve dhe përditësimit të platformës e kemi pasur javën e kaluar edhe kampin rinor, i cili është mbajtur në Vërmic. Kanë qenë të përzgjedhur 25 trit cilët kanë marrë pjesë në kamp, e cilët për gjatë 2 ditëve janë njoftuar fillimisht me nocionet e konceptet e lajmeve të rreme, mënyrat e identifikimit, ndërsa dita e dytë ka qenë e fokusuar ekskluzivisht tek videot e manipuluara, apo ato që njihen si deepfakes, për shkak se tash edhe kjo është një problem tjetër. Teknologjia e ka bërë aq lehtë manipulimin e videove sa ne shohim me zë dhe me figurë dikë duke fol, po që në realitet nuk e ka thënë asnjëherë atë fjalë. Edhe ndoshta trit e kanë më kollaj ta kuptojnë këtë gjë. Për gjeneratat më të vjetra, nëse e shohin me zë e me figurë, është gati e pamundur t'i bindesh se në fakt personi që po flet nuk e ka thënë asnjë. Janë bile sidomos videot e fundit që po dalin me AI që po realizohen, për shembull një gazetare që po e bën një pyetje dhe po e marrin një njeri krejt tjetër që ka qenë në një intervistë tjetër dhe po i përshtatën pyetjen e përgjigjen, po duket sikur shumë realiste. Po shumë realiste. Edhe me zhvillimin e teknologjisë po bëhet shumë vështirë e identifikueshme. Më herët domethënë ka qenë më kollaj e identifikueshme. Megjithatë edhe tash, nëse kemi fokus edhe mundohemi t'i shohim lëvizjen e buzëve dhe zërit, apo ka përputhje pjesën e qafës, pjesën e mollcave, mund të arrijmë ta shohim nëse video është e manipuluar. Megjithatë, shumica përdoruesve të rrjeteve sociale, sipas studimeve, i kanë vetëm 3 sekonda përqendrim në një material caktuar dhe më pas bëjnë scroll down. Edhe rrjedhimisht kjo e bën ndoshta edhe shumë vështirë të identifikueshme, për shkak se në pak sekonda nuk mund ta vësh. Duhet të fokusohesh, nëse po e dëgjon një lider caktuar politik duke thënë diçka që po duket e pabesueshme, atëherë këshilla është që ndalen ta dëgjojnë videon, t'i shohin lëvizjet e buzëve, t'i shohin mimikat, nëse gjithçka përputhet, atëherë ka gjasë që ta ketë thënë. Mirë po, nëse po përputhen gjërat, ndoshta është mirë t'i kontrollojnë burimet në disa media caktuara. Për shembull, nëse shohim një lajm në një filan portali, për ta verifikuar nëse është e vërtet, t'i shohim edhe 3-4 portale tjera nëse kanë nxjerrë të njëjtin lajm. Nëse një lajm figuron veç në një portal ose veç në një televizion, atëherë gjasat që ky lajm tjetë ose kjo video tjetë e manipuluar janë të mëdha. Apo është shumë shqetësuese kjo gjendje në Kosovë me lajme të rreme dhe me informimin e keq të publikut? Është shqetësuese për shkak se këto normalisht dezinformatat bëhen shkepja e dezinformatave, keq informatave apo siç njihen popull lajme të rreme, bëhet për qëllim të caktuar përfitimet ekonomik ose politik. Edhe rrjedhimisht po arrihen të shtyhen agjenda të caktuara, të cilat neve po na lënë pas. Dëmet që vijnë prej lajmeve të rreme janë jashtëzakonisht mëdha. Ato
mund qojnë edhe deri në rëzim qeverive, formim qeverive cilat nuk do duhet formoheshin, mund qojnë edhe në luft mes shteteve. Prandaj është jashtëzakonisht e rëndësishme që të ketë edukim medial për popullatën në përgjithësi, në mënyrë që të jemi të vetëdijshëm se çka na pret e cilat janë rreziqet. Mirë po në anën tjetër, Kosova nuk është rast i izoluar. Ky është një trend në gjithë botën. Gjitha shtetet po ballafaqohen me një gjë të tillë, kush më shumë e kush më pak, por kjo është një sfidë e shekullit në cilin jemi, me zhvillimet e teknologjisë, me zhvillimet e rrjeteve sociale, me përhapjen e shumë mediumeve. Më herët ka qenë ndoshta ka pas më pak mediume më shumë kualitet, është ka më shumë mediume më pak kualitet, e ndoshta gjitha këto të kombinuara së bashku e bëjnë të rrezikshme punën e shpërndarjes lajmeve të rreme. Por, prap po them, Kosova nuk është rasti i vetëm, kjo është trend global, ne jemi thjesht duke ndjekur një trend global, por do ishte mirë që të paktën në këtë trend global ne të arrijmë të jemi lider në luftimin e dezinformatave. E mirë, do të vazhdoni me këtë projekt? Ky projekt në fakt përmbyllet në këtë muaj, megjithatë, siç e potencova, ne kemi filluar të merremi me këtë temë që nga viti 2020 dhe do të vazhdojmë të merremi. Është një nga fushat prioritare të organizatës, për shkak se do të thotë ne e shohim edhe e kuptojmë rrezikun që vjen për demokracinë nga shpërndarja e lajmeve të rreme. Prandaj edhe kemi një fokus të jashtëzakonshëm në edukimin e brezave të ri për rreziqet që vijnë nga lajmet e rreme, duke u mundu gjithmonë që ta përmbyllim ciklin e shpërndarjes tyre. Unë këtu në telefon e hapa edhe lojën, cilën dhe e keni bo, e vërtet ka rëndësi, mësoni të gjeni atë, mësoni të orientoheni me siguri në hapësirë digjitale duke zbuluar të vërtetën pas lajmeve. Kjo është platforma e edukimit medial, aty është, do të thonë, janë statistika cilat i kemi arrit, është edhe indeksi i cënueshmërisë po në këtë platformë që e përmenda më herët, edhe janë kurset cilat janë pa pagesë, cilat mund t'i qasin secili qytetari i Kosovës, krijojnë një profil, edhe janë aktualisht i kemi 3 kurse, por platformën në vazhdimsi e përditësojmë. Janë lajme të rreme në përgjithësi, lajme të rreme në periudhë zgjedhore në veçanti dhe ngacmimi e gjuha urrejtjes. Në fund është një test, edhe pas testimit bëhet në mënyrë automatike gjenerimi i certifikatës. Që po e shohim edhe në ekran. Për gjitha këto që veç po flet e mire, që ndroni të informuar, që ndroni kritik. Atje pjesa lartë është edhe loja, edhe futen direkt në loj për ta sfidu detektorin nëse vërtetës për pa nëse pa arrin që ti identifikojnë lajme të rreme. Oke, atëherë është e mundur që edhe pasi që të përfundoj projekti me me bo lojën shtetar? Kjo është e qasshme për publikun, është e gjitha pa pagesë dhe ne inkurajojmë të gjithë që t'i qasen kësaj platforme të certifikohen, përpas do të thotë leksioneve me shkrim janë edhe me voice over, kështu që mund t'i dëgjojnë, edhe normalisht nuk kupton që me një të ulme duhet që ta plotësojnë ti kryjnë gjitha kurset, mund të ndjekin sot 10 minuta, nesër 20 minuta, do thotë e gjitha është e aranjuar në atë mënyrë që t'jetë sa më user friendly, sa më e qasshme për publikun. E kemi bon nga regjia, edhe ka dojt një gabim? Do të thonë, kur jepet përgjigja gabim, edhe jepet edhe arsyetimi se pse është gabim, edhe çka e bën këtë përgjigje gabim, cila në fakt është përgjigje e saktë. Megjithatë, këtu, siç e përmenda, janë pyetjet ndrohen, nuk janë të njëjtat pyetje gjithmonë, kështu që edhe nëse dikush tenton herën e parë dhe nuk i del mirë, po mëson nga gabimet, herën e dytë me pyetjet e tjera ndoshta edhe del rezultat më i mirë. Aha, okej.
Për ndryshe, për krejt ata që dojnë me hy dhe me provu vetën, me sfidu dhe me po se sa po dim për dezinformatat dhe lajmet e rreme, edukimi medial .d+.org. Kjo është platforma. Është platforma që mundën me hy edhe me po ma shumë dhe me mësu ma shumë për lajmet e rreme. E mirë, faleminderit shumë për këtë informacionet që na solle sot. Ishte kënaqësi, edhe unë shpresoj shumë që dëgjuesit edhe shqyqyst e emisionit t'juj të hyqen në platformë edhe të fillojnë ndoshta fillimisht të sfidojnë vetveten me lojë, e më pas duke pa rezultatin, edhe me shtëfamilja, po duke pa rezultatin, mbasa edhe t'i kyqen më pas kurseve, t'i ndjeken ato, do të thënë, total i marrin dikon rreth 4 orë. Pra po them, jo me një t'ulme, mundën t'a bëjnë sot pak, nesër pak, pas 2 dite pak. Në fond, certifikohen në mënyrë automatike, i gjenerohet në email certifikata. Faleminderit shumë, edhe do shihemi edhe me projektet e tjera. Faleminderit shumë. Suksese.